Përshëndetje të dashur miq, të mirë se ardhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot po përgatisim një recetë të speciale, shumë e lehtë për të gatuar, por me të vërtetë ka një shije unike, ideale për ta shoqëruar me fëmijët e juaj, për një pasdite ose për një mëngjes familjar. Po përgatisim një krep ose një pallaqink të madhe, të cilën do ta pjekim në furrë. Kjo recetë nuk do t'ju merr më shumë se 10 minuta kohë për ta gatuar. Ndiqeni videon në vazhdim. Fillimisht, në një enë më të thellë, do të shtojmë 2 vezë lota. Sipër vezëve do të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë i përzijemi një herë, vetëm sheqerin edhe vezët, derisa të bëhen bashkë dhe sheqeri të tritet pak. Vazhdojmë e shtojmë vajt njëjtë, do të shtojmë 3 lugë gjelle me vaj. Vazhdojmë që ta shtojmë qumshtin, qumësh do të shtojmë 400 ml. Vanilë sheqer për aromë më të mirë. Përzijemi edhe një herë, derisa gjitha produktet thiten dhe të bëhen bashkë. Vazhdojmë që ta shtojmë mielin. Miell kemi nevojë për 150 gram miell. Për të gjithë ju që nuk keni ku ta matni me gram, unë e kam mollur edhe me lugë gjelle, do t'ju duhen fiks 8 lugë gjelle me miell. Vazhdojmë ta shtojmë edhe mielin tani te ina. Dhe përsëri me tel kuzhine do të përzijemi mirë, që të sigurohemi që nuk do të na mbesin trupa te brumi. Marrim një tepsi më të madhe për pjekje, por poshtë tepsisë sigurohuni se do të shtroni letër për pjekje. Tani masën që e përgatitëm, ta shtrojmë në tepsi. Dhe vazhdojmë që ta pjekim në furrë të parangrohur. Furrën e kemi ndezur në momentin që kemi filluar që ta përgatitim brumin. Është nxehur mirë në 220 gradë dhe do ta pjekim aty për 20 deri në 25 minuta. Dhe të dashur miq, krepa ose pallaqinka në furrë tani është gati. Sapo e kam larguar nga furra, të lojmë që të ftofet diku prafërsisht 5 minuta, përpara që të vazhdojmë që ta shërbejmë dhe ta dekorojmë sipër. Dua që tregoj edhe pjesën poshtë. Pra është e pjekur në të gjitha anët dhe është shumë e butë. Tani vazhdojmë e dekorojmë. Mund të dekoroni sipas shijeve të juaja, por fëmijëve të mi u pëlqen që ta bëj me Nutella pak. Shtojmë edhe pak sheqer pluhur. Dhe tani vazhdojmë që ta prejmë. Do ta bëjmë në forma katrore. Shpresoj që do ta gatuani edhe ju dhe do ta shijoni me familjet e juaja. Shpejt, lehtë, pa mundime, një super recetë të cilën do ta shijon e gjithë familja. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.